Me rastin e çeljes së sezonit turistik në Pogradec, Shkolla Profesionale Enver Qiraxhi u bë pjesë e panairit organizuar nga Bashkia e Pogradecit duke prezantuar gatime tradicionale të zonës të përgatitura nga nxënësit e drejtimit hoteleri turizëm. Në aktivitet morën pjesë Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, Kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli, Prefektja e Qarkut Korç Florida Zegullaj, ambasador, përfaqësues institucionesh vendore dhe rajonale si dhe drejtori i shkollës Andon Temo. Përveç promovimit të kulinarisë tradicionale pogradecare, stenda e shkollës shërbeu dhe si një vitrinë e formimit profesional që ofron Enver Qiraxhi duke treguar një praktik aftësitë dhe përgatitjen e nxënësve për tregun e punës. Gjatë vizitës në Panair, të ftuarit degustuan gatimet e përgatitura nga nxënësit dhe vlerësuan cilësinë, kreativitetin dhe përkushtimin e tyre në ruajtjen dhe promovimin e traditës gastronomike të zonës. Sezoni është i mirë, pak i qetë është, po është shumë i mirë. Ne këtu sollëm të gjitha produkte, tav korani, belushkë, klen sollëm, këto turshit që bëjmë vetë, komposto, raki, verën. Pjesëmarrja ishte goxha e mirë, kryesisht peshku. Tava e koranit, belushka, kleni është sezonal tani dhe është shumë i kërkuar. Pjesëmarrja në këtë panair konfirmoi edhe një herë rolin e rëndësishëm të shkollës profesionale Enver Qiraxhi në përgatitjen e brezave të rinj dhe në promovimin e vlerave turistike e kulinare të Pogradecit.